Përshëndetje, mirë se erdhët. Bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premtet. Hënave kam në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Ndërkohë që të premteve bëj parashikimin javor. Si fillim flas një herë në lidhje me ndikimet të përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Këto video mund t'i gjeni tek kanali im YouTube-it, emri i të cilit është astrologe Denisa Shyle, dhe të cilin nëse e ndiqni, edhe unë kam më tepër mundësi që të bëj video dhe ato specifike që ju kërkoni nga unë, sepse kam marrë disa kërkesa prej jush. Paraqitjet e mia në televizion dhe këto janë të hënët të premtet. Hënave janë tek A2 CNN në programin Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit, ndërkohë që ditëve të premte jam tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tonë, aty jam në orën 10. Përveç këtyre, të cilat janë shërbime për ju, për publikun, si rredo janë pa pagesë. Kam edhe shërbime personale, të cilat janë me pagesë. Këto përfshin analizën e hartës, mund të bëjmë parashikime për një periudhë të caktuar kohore, të gjejmë cilat e gjë që kam të probabilitet për të ndodhur. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rredo ascendentin, mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Për të gjitha shërbimet e mia, këto që përmendë që janë me pagesë, mund t'i prenotoni nëse se më shkruani nga numri im i WhatsApp-it, i cili është i shkruar tek të gjitha profilet e mia, madje tek kanali im YouTube-it, mund ta gjeni tek çdo video e kam në ekran. Të gjithë ata që e din orën e saktë të lindjes, mund të drejtoheni në internet. Është një faqe shumë e lezetshme që e them shumë shpesh, është astrosik.com. Është vërtet një faqe shumë e këndshme, mund të gjeni edhe ascendentin dhe vendoset e tjera planetare dhe të kuptoni se edhe çfarë kuptimesh ka, sepse ka goxha informacione tek ajo si faqe. Radhitja se si do t'i këshilloja që të dëgjoni parashikimet astrologjike, të gjitha, jo vetëm të mia, po të gjitha, është si fillim të dëgjoni pjesën e përgjithshme, sepse ajo na ndikon të gjithë, ndikon natyrën, ndikon shoqërinë, prandaj na prek në një mënyrë ose në tjetër, na prek të gjitha. Ndërkohë që pas asaj do t'i këshilloj që të dëgjoni ascendentin, sepse është më personal, dhe pas ascendentit të dëgjoni shenjën tuaj të diellit, pra shenjën që keni lindur. Ndërkohë që kur bëj parashikimet për ciklin e hënës, siç do ta bëj të hënën për shembull, gjatë asaj do të këshilloj që të dëgjoni edhe shenjën e hënës tuaj nëse e dini. Java 11 deri në datën 17 maj. Gjatë kësaj jave kemi 2 ndikime shumë të rëndësishme. Një e para është hëna e re, që do të jetë tek shenja e demit, është ditën e shtunë, do të jetë në orën 22 të ditës së shtunë. Në lidhje me ndikimin që do të ketë ajo hëna e re, do të bëj një video, ose më them do të bëj një lidhje të drejtë, të cilën të nesërme, pra ditën e martë, mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it. Ndërkohë që një ndër ndikimet të tjera që është edhe kjo shumë e rëndësishme, kemi kalimin e Mërkurit tek shenja e binjakëve. Kur Mërkuri është vendosur tek shenja e demit, siç është aktualisht, në të vërtetë ndihet mirë, jep një farë strukture në jetën tonë. Fokusohemi tek gjërat që mundemi t'i prekim, pra nuk është një ndikim negativ, përkundrazi na qartëson shumë, kemi shumë ide të qarta në mendjen tonë dhe jemi më tepër të fokusuar tek ajo çfarë mund të prekim, siç e thash më parë, prandaj edhe kemi më tepër interesin për të krijuar një materiale më të mirë, fokusohemi për të rregulluar ambientin që na rrethon, vëmë një farë rendin në jetën e përditshme, që domethënë zakonet, veset të cilat mund të jenë problematike gjatë kësaj periudhe, fillojmë dhe shikojmë me një sy tjetër, shikojmë nëse janë apo janë të dobishme. Dhe mbi të gjitha na shërbejnë apo s'na shërbejnë për të arritur të mirëqenie materiale që ne dëshirojmë. Prandaj edhe kur Mërkuri është vendosur tek shenja e demit, mua personalisht më pëlqen. Por, duke qenë se Mërkuri është drejtuesi i shenjës së binjakëve, detyrimisht aty ndihet edhe më mirë. Mendja jonë përshpejtohet edhe më tepër, komunikimi merr një rëndësi vërtet shumë të madhe. Fillojmë dhe tashmë të gjitha kontaktet i rishikojmë edhe një herë, mund të kthehemi tek shoqëritë e vjetra, në të njëjtën kohë të gjithë ata që merren me tregti kanë një avancim shumë më të madh në këto momente. Pak më tepër që gjatë këtij viti do të kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm, sepse Mërkuri ditën e parë, pra ditën e diel, kur të kalojë tek shenja e binjakëve, do të jetë në takim edhe me Uranin. Duke qenë se Urani është mendja e universit dhe Mërkuri është mendja jonë, pra mënyra se si ne përdorim intelektin, dhe kur këto të dy planetet janë të takojnë me njëri tjetrin, mendja jonë përshpejtohet vërtet shumë. Kjo është një ndikim edhe pozitiv, por nga një anë mund të bëhet pak edhe negativ. Duke qenë se mendja jonë përshpejtohet vërtet shumë, automatikisht kemi mundësi të rresh në dalin përpara, mund të imagjinojmë shumë dhe të përkthejmë automatikisht në diçka reale, komunikime shumë më përshpejtuar, por nga ana tjetër mund të kemi edhe probleme në univers,
ose më në qiell, që do me thënë, mund të kemi shpërthime elektrike, pothuajse të menjëhershme, përcili edhe mund të kemi probleme me elektricitetin gjatë asaj dite, madje mund ta ndjejmë edhe pjesën e dytë të ditës së shtunë, ose natën vonë. Prandaj, për këtë arsye mërtemi, do të këshilloja që ditën e shtunë, përpara se të flini, do të këshilloja që të gjitha elektroshtëpiaket të hiqni nga priza, në mënyrë që të mos keni probleme. Ndërkohë që ditën e diel kemi një ndikim vërtet është pozitiv në të vërtetë, sepse Merkuri do të kalojë herët tek shenja e binjakëve. Menjëherë me kalimin tek kjo shenjë, do të kemi tashmë një fokusim shumë më të madh, siç e thash, tek rrjeti social, rrjeti social, më themi rrjeti social. Dhe ana jonë sociale do të rritet edhe më tepër, do të jetë një periudhë e cila shumë pozitive tashmë, duke qenë se Merkuri do të jenë në fazën ku mendojmë përpara se të veprojmë, gjë që deri në datën 14, që është dita e njëjte, është e vështirë. Ka qenë e vështirë më të themi që nga janari e këtej. Prandaj jemi përballë dhe me shumë agresion të lartë. Mund të kemi pasur vështirësi për të marrë vendime të sakta, jemi dëmtuar shumë për këtë arsye, ndërkohë që duke filluar nga dita e njëjte tutë, të gjitha këto do të ndryshojnë. Por sidomos ditën e diel, duke qenë se Merkuri do të ketë kaluar tashmë të shenjë e binjakëve, do ta përdorim mendjen tonë më tepër efikasitet. Në këto momente kemi shpërndarje të shumë informacioneve, të cilat janë apo janë të vërteta, janë pak me dyshim. Prandaj do të këshilloj të gjithëve që çdo informacion që merrni ta verifikoni në disa burime të ndryshme, që të jeni të sigurt nëse do t'ju duhet të veproni në bazë të tyre. Ndërkohë që për çdo gjë tjetër që po ndodh në këto momente në botë, do të këshilloj që të merrni masa, por jo të bëni panik. Atëherë, dita e hënë është një ditë vërtet shumë pozitive, do të kemi vazhdimin e këndit pozitiv midis diellit dhe Jupiterit, pak më tepër që edhe hëna do të jetë tek shenja e peshqve dhe do të jetë në takim me yjen veriore. Kjo do të thonë që kemi rezultate shumë të mira në qoftë se thjesht pranojmë atë çfarë na jepet. Pra, nëse nuk e sforcojmë gjërat që kemi kuptuar që nuk funksionojnë. Jemi futur në fazën kur çdo gjë që nuk funksionon do ta heqim nga jeta jonë. Tashmë nuk kemi më justifikime. Domethënë, po e themi në këtë mënyrë. Deri në këto momente kishim justifikim që e dinim apo se dinim, ndërkohë që tashmë i kemi marrë informacionet që na nevojiten në të gjitha aspektet e jetës dhe nuk kemi justifikime që të fshihemi mbrapa panjohurisë, pra diturisë më të themi. Si rrjedhoj, çdo vepër që duhet ta bëjmë do të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm. Në momentin që e bëjmë këtë, siç e thash, marrim një shtys shumë më të madh, një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi, nga Zoti, universi, quajeni çfarë të doni. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv gjatë asaj dite, në qoftë se mundohemi që të rregullojmë ambientin. Pra nëse ndihmojmë dikë, marrim një ndihmë shumë më të madhe nga universi. Prandaj ditën e hënë deri ditën e shtunë do t'i këshilloj madje që të përdorim për të rregulluar marrëdhëniet tona personale dhe nëse dim që dikush ka nevojë për ndihmë, ta ndihmojmë patjetër, sepse siç e thash na shpërblet vërtet shumë. Dita e cila është problematike është dita e njëjte, duke qenë se Merkuri do të jetë në takim me diellin, bëhemi goxha egocentrik, domethënë që bëhemi shumë egoist. Mund të flasim vazhdimisht për veten tonë, të mundohemi që të na dalë vazhdimisht e jona, është një ditë vërtet shumë problematike. Kjo fillon faktikisht të ndihet gradualisht ditën e martë, por dita e njëjtë është kulmimi i kësaj. Prandaj gjatë asaj dite vërtet që do të këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Nëse se keni një takim të rëndësishëm, si për shembull takim pune, apo nëse doni që të keni takimin e parë për shembull me personin tuaj të zemrës, me dikë që ju pëlqen, do të këshilloj që ta shtyni për javën që vjen ose për ditën e shtunë, sepse dita e shtunë në përgjithësi ka tematika disi më pozitive, por nëse është e pamundur për të shtyni aq shumë, do të këshilloj ta bëni ditën e hënë. Ata të rishte më parë, pra sepse dita e hënë është vërtet shumë pozitive si ditë për të edhe për çështje sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me punën, domethënë në gjithë aspektet është goxha pozitive si ditë. Si rrjedhon, nëse keni takim të rëndësishëm ditën e njëjtë, do ja këshilloj me ngurmë që ta merrni ditën e hënë. Okej, dhe një ndër ndikimet më pozitive që do të kemi javën në vazhdim. Këtë lash për në fund sepse është një kënd shumë i lezetshëm. Kemi kënd pozitiv midis Venusit dhe Marsit.
Ky është një kënd I cili na bën që brenda lidhjeve sentimentale të jemi vërtet shumë efikas, të jemi shumë romantik dhe nga ana tjetër të qëndrojmë brenda kufijve të shëndetshëm. Marsi është I vendosur tek shenja e Dashit, që domethënë jemi impulsiv, por duke qenë se Venusi në këtë moment është I vendosur tek shenja e Binjakëve, domethënë që përdorim intelektin ton edhe për brenda lidhjes, pra jemi më të logjikshëm edhe për brenda lidhjes. Prandaj nëse qëndrojmë edhe brenda kufijve të shëndetshëm, që na jep ky kënd në të vërtetë e kemi të thjeshtë, kemi mundësi që të gjitha marrëdhëniet tona të japim një frymë të re, shumë më tepër pozitive, më të shëndetshme, dhe mbi të gjitha të shtojmë edhe komunikimin midis nesh. Është gjithë java është në të ndikim, është shumë pozitive për këtë arsye. Ndërkohë që dita e cila është piku, domethënë që është kulmimi I këtij këndi, do të jetë dita e shtunë, edhe ditën e diel do ta ndjejmë sepse janë të dyja këto ditë që do ta ndjejmë vërtet shumë. Gjatë javës në vazhdim do të kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm që është takimi I Marsit me Chironin. Chironi është plaga jonë e përjetshme, këtë kam përmendur shumë shpesh. Duke qenë se Marsi, I cili është veprimi jonë, ose më themi aftësia jonë fizike, do të jetë në takim me Chironin, I cili është plaga jonë e përjetshme, domethënë që do të kemi reaktivizimin, më të them, të gjitha sëmundjeve të cilat në çdo individ janë më të ndjeshme ose më të prekshme. Pra, kush ka probleme më tepër me tiroidet, po jap thjesht shembull, do të ketë më tepër probleme me tiroidet. Por sidomos, sëmundjet të cilat kanë temperatura të larta do të preken edhe më tepër. Në këto momente e di që ka disa viruse që prekin, që janë me temperaturë të lartë. Prandaj dhe duke qenë se kjo do të jetë pak a shumë e ndjeshme gjithë javës në vazhdim dhe do të jetë edhe një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të ketë hëna e plot, që është ditën e shtunë, do të këshilloj të gjithëve që të merrni masa. Çfarë do të thënë kjo? Duhet të jemi aktiv fizikisht në mënyrë që trupi jonë të ketë fuqi për të bërë ballë të gjitha sëmundjeve që mund të dalin në këto momente. Ndërkohë që të gjithë personat që kanë sëmundje, të cilat ju shkaktojnë një farë problemi, që nuk lëvizin dot fizikisht, pra, do të këshilloj që të jenë shumë të vëmendshëm atë që konsumojnë. Të gjitha sëmundjet që kanë temperaturë të lartë në këto momente do të kenë një rritje vërtet shumë të madhe, mund të kemi vërtet pak a shumë edhe në mënyrë artificiale shtimin e tyre, prandaj vërtet do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm këto momente dhe të merrni masa, sidomos në lidhje me fëmijët, sepse është një temë që preket vërtet shumë. Për të marrë masa dhe për të qenë të sigurt për çdo veprim që bëjmë, faktikisht kemi ndihmë, sidomos pjesën e parë të javës deri ditën e premte madje, duke qenë se Jupiteri do të jetë në kënd pozitiv edhe me Merkurin, domethënë që mendja jonë arrin që të perceptojë se cilat janë masat që duhet të marrim, sepse mund të kemi ende mundësi që të vendosim një rend, një rregull në jetën tonë, pak më tepër që anën tonë që është pak a shumë si prind ose nën e mirë, mund ta nxjerrim më tepër në skenë, dhe kjo do të thënë që mund të marrim masa shumë më mirë edhe në lidhje me familjen tonë, pra për gjithë ata që kanë fëmijë është një kënd vërtet pozitiv. Gjatë javës në vazhdim kemi probleme, por në të njëjtën kohë kemi dhe zgjidhje. Shenja e Dashit. Java në vazhdim do të fillojë me hënën të vendosur tek shenja e Peshqve. Kemi një ndikim pozitiv gjatë asaj dite, në përgjithësi për gjitha shenjat, ndërkohë që për shenjën e Dashit ky ndikim pozitiv vjen në lidhje me botën tuaj të brendshme. Kemi një farë shërimi këtu, sidomos frikrat ose po e themi marrëdhëniet personale të cilat ju kanë lënë pak a shumë trauma, kanë lënë një farë frike për të komunikuar hapur ose për të krijuar diçka të re në jetën tuaj. Gjatë javës në vazhdim fillon edhe pak a shumë ai akulli që mund të jetë krijuar fal kësaj, do të fillojë edhe të shkrihet. Fillon që ditën e diel të vërtet, pra që këtë të diel 18, por ditën e hënë do ta ndijmë edhe më tepër këtë si gjë. Duke qenë se hëna do të jetë në takim edhe me nyjen veriore të hënës, kjo do të thonë që pak a shumë sistemi vërtet ju mbron në këto momente. Sidomos nëse këto marrëdhënie për shembull kanë qenë problematik me familjarët tuaj, ose për shembull mund të keni pasur një marrëdhënie e cila është shprishur nga familja, pra kanë ndikuar familja dhe shprishur. Kjo futen në një fazë tashmë kur kuptoni se pse kanë ndodhur të gjitha këto situata dhe fal kësaj keni mundësi dhe që t'i shëroni. Kemi një perceptim të ri komplet për familjen gjatë gjithë javës në vazhdim, në lidhje me vlerat, sidomos nëse keni pasur probleme ose po e themi në këtë mënyrë, nëse ka pasur marrëveshje të cilën me ngul nuk po mundesh që ta çoni deri në fund sepse dini problem nga një anë ose nga ana tjetër,
Gjatë javës në vazhdim, hëna e plot me mërë të themi, që do t'jetë tek shenja e demit, për ju do më thënë rivlerësim i gjithçkaje dhe gjetje e zgjidhjes së këtyre tematikave. Në përgjithësi është në lidhje me të ardhurat material, duke qenë se është një hëna e re tek shenja e demit, por për ju është përtej kësaj, se do të kemi një rivlerësim të gjithçkaje, sidomos në lidhje me punën që keni bërë deri tani, me investimet që keni bërë si tek njerëzit, po ashtu edhe në lidhje me karrierën tuaj. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme, më duhet të analizoj. Vazhdojmë që të jemi në fazën ku heqim nga jeta jonë, dhe për ju ajo çfarë do të hiqet janë problemet që në të vërtetë deri në këtë moment nuk kishit mundësi që t'i zgjidhni, sepse nuk ishin të shkaktuar nga ju. Pra, sado që mund të keni punuar, duke qenë se kanë qenë në vartësi të tjerëve, nuk keni pas mundësi që t'i zgjidhni, ndërkohë që gjatë kësaj javë vërtet që gjeni zgjidhje të tilla. Dita e mërkur në të vërtetë është një ditë e rëndësishme, hëna do të jetë vendosur tek shenja e demit tashmë, do të ketë kaluar më të themi. Dhe gjatë kësaj dite fillojmë që të futemi pak a shumë në fazën ku mbrojtja është më ulët për ju. Kjo do të thënë që mund të jeni pak më të hapur ndaj harximeve të tepruara. Investimet që po mendoni t'i bëni, do t'i këshilloja që t'i bënit ose ditën e hënë dhe ditën e martë, pra të shqyrtoni mirë të gjitha çështjet dhe t'i bëni ditën e hënë dhe ditën e martë, ndërkohë që për çdo gjë që ju duhet ta bëni, patjetër çdo blerje, pra çdo harxim që do t'i duhet që ta bëni pas ditës së martë, do të këshilloja që të jenë disa herë të kontrolluar në mënyrë që mos shkaktoni dëm vetes tuaj. Kjo nuk do me thënë se është patjetër e dëmshme, do me thënë që duhet jeni ekstra të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve familjare, është një javë vërtet shumë pozitive. Vazhdimisht do të merrni informacione në lidhje me problemet që mund të jenë aktuale, në lidhje me dinamikat problematike që kanë qenë brenda familjes, dhe falë keni dhe mundësi që t'i zgjidhni. Marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj gjatë gjithë kësaj jave mund të jenë disi të sfiduara, po jo në sfida në kuptimin që kemi sherrë dhe grindje, në kuptimin që ndihemi të sfiduar, sepse ne mund të kuptojmë që kemi bërë më pak se çfarë duhet për partnerët tanë, ose në disa raste mund t'i kemi keq kuptuar. Kjo është arsye që jemi të sfiduar për të pranuar atë çfarë duhet të bëjmë ose çfarë kemi bërë në të shkuarën. Prandaj dhe për shenjën e dashit që gjithë javës në vazhdim, fokusi kryesor është që të rregulloj pak a shumë jetën e tij, të fusi në një rrugë që do të jetë në vazhdim edhe rruga ideale për ju. Në të vërtetë në këto momente për ju kemi një intuit vërtet shumë të lartë, kemi mundësi të shumta që hyjnë në jetën tuaj, sidomos nga vëllezërit, motrat, shoqëria juaj e ngushtë ju japin disa ide dhe në disa raste mbështetje vërtet shumë të rëndësishme. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që gjatë kësaj jave ta merrni me qetësi, t'i bëni gjërat dal nga dal, gradualisht. Kemi kohë, kemi vërtet kohë për çdo gjë për ta bërë, mjafton që t'i merrni gjërat me qetësi. Për sa përket shëndetit, jeni një shenjë që prekeni shumë, jeni vërtet shumë e prekur se do të kemi takimin e Marsit me Chironin tek shenja juaj, prandaj dhe të gjitha ato sëmundje me temperatura të larta që përmenda mund t'ju prekin më tepër, do të jeni vërtet shumë të vëmendshëm në çdo veprim që bëni, sepse mund të jeni më të hapur ndaj aksidenteve, të cilat mund të thonë edhe gjakderdhje. Prandaj shenja e dashit gjatë javës në vazhdim, çdo gjë, çdo hap ta hedhni me qetësi, ka rëndësi. Domethënë është vetëm gjë që keni. Ndërkohë që për gjitha gjërat e tjera pak a shumë ju vjen zgjidhja vetveti, mjafton që edhe për këtë të jeni me qetësi. Shenja e demit është java më e rëndësishme për ju, duke qenë se do të kemi një hënë të re tek shenja juaj. Dita e inte është një ditë e cila vërtet mund të bëhet problematike. Kemi prerjen e kokës të gjitha problemeve, pak a shumë. Sidomos probleme që kanë ekzistuar me partnerët tuaj ose me persona të cilët në një farë mënyrë kanë dëmtuar. Kur bëhet fjalë me partnerët tuaj, bëhet fjalë më tepër për marrëdhënie toksike, jo për marrëdhënie funksionale, këtë mund të analizoj. Prandaj dhe këtë javë e mbyllni pak a shumë si me zor. Është shumë e rëndësishme, shumë e bukur si javë, vërtet është shumë e bukur, por e mbyllni pak si me zor, sepse ju duhet që të shikoni në surrealitetin për disa njerëz që në të vërtet nuk keni dashur ta pranoni. Ndikimi më i madh dhe pozitiv për mendimin tim është rregullimi i marrëdhënieve që keni me partnerët tuaj, me familjarët tuaj dhe në lidhje me punën, me karrierën tuaj. Pra, në qoftë se deri në këto momente pak a shumë e keni frenuar veten tuaj sepse nuk doni që të prishni këto relata që sa u përmenda, gjatë kësaj jave jeni të detyruar në një farë mënyrë, ju detyron sistemi, të themi, që të avanconi.
Kjo është për ju në të vërtet diçka shumë e mirë, sepse falë kësaj spastroni nga jeta juaj të gjitha gjërat që nuk janë të shëndetshme, të cilat janë toksike më mirë të themi. Ndikimi më i madh pozitiv për ju është bota juaj e brendshme. Edhe nëse doni, edhe nëse nuk doni, e keni pak a shumë si të hapur, si libër të hapur në këto momente që mundeni ta lexoni subkonsciencën tuaj. Prandaj edhe për të gjithë ata që duan të vazhdojnë që të qëndrojnë në statusin quo, që të mbajnë jetën e tyre situata apo siç e thash persona toksik, e kanë pothuajse të pamundur këtë, sepse në këto momente sistemi po ju detyron që të futeni në një rrugë të re. Në përgjithësi, kjo vjen me ndihmën e vëllezërve dhe të motrave tuaj, siç e thash edhe një herë. Kjo nuk do të thonë se automatikisht do t'i marrin për dorë ose t'i tregojnë një mundësi, do të thonë që thjesht mund të bëhen edhe shembull në jetën tuaj. Ndikimi më i madh pozitiv për këtë arsye vjen krijimi i stabiliteti. Ky stabiliteti është sa shpirtëror, po ashtu dhe material. Duke qenë se do të kemi këndë pozitive të Marsit me Venusin, kjo do të thonë që kemi ndikim shumë të madh pozitiv edhe për sa i përket çështjeve sentimentale. Sidomos lidhjeve që kanë ngelur pezull, është e vlefshme kjo, dhe kemi dalë në skenë të personave të cilët për shembull mund të kenë penguar këto lidhje që të krijohen ose të funksionojnë në disa raste. Është një ndikim shumë i rëndësishëm gjatë javës në vazhdim për sa i përket çështjeve sentimentale, sidomos për lidhje të cilat, siç e thash, lidhje toksike ose lidhje që nuk kanë filluar, ose i mbarojmë ose futemi në fazën që kuptojmë sepse nuk kanë funksionuar dhe i gjejmë një mënyrë se si t'i fillojmë ato. Për sa i përket çështjeve anës materiale, kjo është një ndër javët më pozitive. Ka një ndikim shumë të madh pozitiv sepse jemi aktiv ashtu siç duhet. Na hapen rrugët dhe kemi dhe aftësinë konjektive që ta përdorim këtë. Ndërkohë që në lidhje me çdo gjë që ka të bëjë me karrierën, marrëdhëniet familjare, gjatë gjithë javës në vazhdim keni një ndikim shumë të madh pozitiv, vërtet shumë të madh pozitiv. Doni apo s'doni ju, gjeni mbështetje nga njerëzit rreth rrotullt dhe i gjeni rrugën tuaj. Pra, edhe nëse doni të rini në statusin po, siç e thash, pak a shumë sistemi ju shtyn drejt një jete më të begat. Ndikimi më i madh pozitiv që kemi në këto momente, sidomos dita e hënë do ta ndini edhe më tepër këtë, është këndi pozitiv midis Diellit dhe Jupiterit. Kjo do të thonë që shtohet fati automatikisht, sepse keni edhe një mbrojtje vërtet shumë të madhe. Nëse në këto momente keni persona të cilët ju tregojnë një farë miqësie, vërtet që do t'ju këshilloj që t'i merrni parasysh dhe t'i hiqni nga jeta juaj ose të kanë një farë distance. Pika e cila ka ndikim automatik gjatë javës në vazhdim, ditën e shtunë më të themi, do t'jetë identiteti juaj, sepse keni një ndryshim komplet të perceptimit që keni për botën. Por përsëris, personat problematik duhet hiqni tashmë nga jeta juaj dhe duhet fokusohen tek gjërat që funksionojnë. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, këtë e lash pak në fund sepse më duhet të leja në fund, është një javë shumë e rëndësishme për ju. Kemi ndarë në skenë të problemeve vërtet të rëndësishme, sidomos personat që kanë probleme me diabetin ose me tiroide, sepse këto janë pjesë më të ndjeshme tek shenja e timit, mund ta kenë edhe më problematike këtë javë, sidomos dita e shtunë dhe diel do të preket edhe më tepër, dita e shtunë sepse do të kemi të re pikërisht tek një zonë brenda shenjës tuaj e cila prek këto lloj tematikash. Prandaj të gjithë ata që kanë qoftë edhe një lloj simptome sa do të vogël që të kenë në lidhje me këtë temë, do të këshilloj që të shkoni patjetër te doktori që ditën e hënë, sepse mund të merrni masa dhe mund ta përdorni për këtë arsye në avantazhin tuaj. Pra në vend që të sëmureni, mund të edhe të gjeni kurrë. Shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve këtë javë ka shumë të rëndësishme, më duhet të them, por rëndësia më e madhe në këtë moment është që të qëndroni të qetë. Mërkuri është tek shenja e Demit dhe pak a shumë ka një farë paniku brenda jush. Ky panik vjen sepse keni shumë mundësi që ka në këto momente në rreth rrotull jush, por këto mundësi dhe mund të mos dini se si t'i përdorni. Pse? Sepse Mërkuri është i vendosur tek shenja e Demit, nuk e perceptoni mirë, domethënë. Pak a shumë ju vjen zgjidhja në mendje pasi ka ndodhur gjëja. Nëse qëndroni të qetë, jepni vetes kohë, domethënë që atë mendim që ju jep sa do vonë që t'ju vi, ta përdorni. Por në qoftë se bëni panik, automatikisht do të shkasin nga duar disa mundësi vërtet shumë të mira gjatë gjithë kësaj jave. Hëna e re e cila do të jetë tek shenja e Demit për ju është e rëndësishme sepse ndodhet tek bota e brendshme. Kjo do të thonë që kemi mbylljen e një cikli i cili mund të ketë mbajtur të mbyllur
Gratsk në disa raste. Kemi mbylljen edhe të problemeve që kanë të bëjnë me personat që kanë qenë të izoluar, kjo domethënë në lidhje me burgun ose kanë pasur probleme me drejtsinë. Në disa raste mund të kemi pasur probleme edhe me shëndetin, pra kemi qenë në spital për një periudhë shumë të gjatë. Të gjitha këto si probleme, në të vërtetë, në një mënyrë ose në tjetër mbyllen, gjejmë zgjidhje pra. Në shumicën e rasteve këto zgjidhje janë pozitive, por ka disa raste që mund të përfundojnë edhe në mënyrë jo të këndshme për ne. Në të gjitha rastet do t'ju këshilloj që të qëndroni të qetë. Arsyeja që them këtë është se vërtet që jemi futur në fazën ku shenja e binjakëve ka mundësi shumë të mëdha që hyjnë në jetën e tyre. Pra edhe nëse diçka nuk zgjidhet ashtu siç ne kemi menduar, në të vërtetë është në avantazhin tonë. Sepse do të na nxjerrë përpara kjo si periudhë, që është një periudhë e gjatë 7 vjeçare, do të na nxjerrë përpara mundësi të shumta që ne të jemi të lumtur, që ne të jemi të plotësuar ose më të themi të arrijmë kapacitetin e potencialin tonë të vërtetë. Prandaj është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme gjatë të cilës ju mund të rriteni vërtet shumë. Edhe pse diçka siç e thash mund të duket në disfavorin tuaj, në vërtet është në favorin tuaj, mjafton që të qëndroni të qetë të dini ta përdorni këtë. Tani ku janë temat që prekeni më shumë? Në të vërtetë këto janë tema që kanë të bëjnë me 3 tema të cilat janë më të rëndësishme në jetën tonë, që është marrëdhëniet personale, pra marrëdhëniet çift, është karriera dhe familja. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me banesën. Në këto momente kemi mundësi shumë të mëdha për të ndërtuar diçka funksionale. Por kjo nuk vjen vetveti ose nuk ndodh, si të themi, thjesht. Ndodh nëpërmjet sfidave. Na del problem dhe e zgjidhim dhe ashtu gjejmë rrugën tonë. Ose në disa raste mund të na mbyllen disa dyert ku kemi investuar vërtet shumë dhe ne nuk duam, domethënë që të heqim dorë prej tyre. Në të vërtetë këto dyert po mbyllen sepse do të na hapen të tjera, po hapen të tjera më të them që janë më të përshtatshme për ne. Pra në vend që të këmbgujeni për të qëndruar aty ku nuk duhet të jeni në këto momente, do të këshiloj të fokusohesh tek gjërat që në këto momente po dalin në skenë. Nuk do të thënë që do t'i bëni gjërat menjëherë, kemi kohë, kemi mundësi për t'i bërë, po në vizoj, por thjesht duhet të shikoni fotografinë të plotë, jeni më të qartë pra se çfarë po ndodh në këto momente dhe pastaj të veproni. Për fat të mirë, duke filluar nga dita e njëjtë e tutje, do të kemi një përdorim shumë më të efikas të logjikës, sepse Merkuri do të jetë në takim me Diellin dhe pas asaj dite do të kalojmë mbrapa tij. Që do të thënë, do ta shikojmë mirë situatën dhe pastaj do të vendosim. Ndërkohë që deri në këtë moment trupi jon vepronte, pastaj fillonim dhe mendonim, pas kësaj është komplet e kundërta, gjë që është ideale për ju. Shenja e binjakëve në lidhje me shëndetin në këto momente preket, por për fat të mirë nuk është se preket shumë. Domethënë, ndërkohë që shenja e demit dhe shenja e dashit preken në mënyrë të dukshme dhe negative në shumicën e rasteve, për ju ndonse mund të ndikojnë e kaloni shumë thjesht. Mjafton që të ruheni për gjërat që keni më delikate, sidomos ditën e njëjtë, këtë e përmenda, ditën madje edhe në fundjavë, po. Do të këshilloj nëse keni problem për shembull me frymëmarrjen, me astëm e të tjerë gjëra të tilla, domethënë jeni edhe më të vëmendshëm sepse këto janë ato të stimës, nuk kemi çfarë të bëjmë. Deri ditën e Mërkur, në qoftë se keni thashë teme që mund të dalin në skenë, sidomos në lidhje me partnerët tuaj, do të këshilloj që t'i vëzhgoni të mirë sepse janë vërtet nga persona keqdashës, domethënë dalin në skenë në këto momente thjesht që të bëhet ju varëmësi, që të dëmtojnë juve, domethënë. Prandaj vërtet që do t'i këshilloja që ta vërtetoni të mirë situatën dhe të mos veproni në bazë të thashë temeve që po të dëgjoni. Kjo është deri ditën e Mërkur. Shenja e Gëfores. Shenja e Gëfores është një ndër shenjat më të ndikuara në këto momente. Ka një ndikim sa pozitiv, po aq edhe të vështirë. E vështirë si është sepse jemi drejt një hëne të re, që domethënë energjia e hënës është duke ulur. Hëna është duke zvogëluar, prandaj dhe energjia është duke ulur. Ndikimi më i madh në këto momente është në lidhje me karrierën, vazhdojmë që të jemi këtu, marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria në këto momente. Madje mund të kemi edhe rikthimin e disa personave nga e shkuara. Kjo vërtet që bëhet fjalë në lidhje me shoqërinë më tepër, personat me të cilën ne ndihemi mirë, ose njerëz që kemi njohur që nga fëmijëria jon, po e themi në këtë mënyrë. Në lidhje me çështje sentimentale, në këto momente shenja e Gëfores ka një avantazh shumë të madh. Ka një ndihmë shumë të madhe nga universi për të gjetur personin e jetës. Kjo është një ndihmë e cila ka kohë që është, por në këtë moment pak a shumë po thellohet edhe më tepër, polarizon edhe më tepër, prandaj të gjithë personat të cilët
jam me më dyshje, sidomos me persona specifik, do të këshilloj që të shikoni të mirë, sepse në këto momente kemi një përdorim ideal të trurit tonë, të mendjes tonë dhe të intuitës tonë. Përsa i përket shëndetit, shenja gafores është e prekur, ka ndikimi më të rëndësishëm në këto momente tek ajo çfarë konsumon, sepse gjithmonë kështu është, por sidomos kur dielli është vendosur tek shenja e dimrit, e kemi edhe më tepër këtë ndikim, sepse mund të konsumojmë shumë më tepër se çfarë duhet, sheqer, pra ëmbëlsira. Prandaj do të këshilloj që në këtë pikë të paktën të jemi të vëmendshëm. Ndërkohë që të kemi një rutinë të shëndetshme, edhe kjo ka shumë rëndësi në këto momente. Pika më e rëndësishme është problemet që mund të dalin me kolegët. Deri te mërkur mund të kemi vërtet ashtu teme të cilat mund na bezdisin, mund të krijojnë probleme edhe në lidhje me avancimin tonë në karrierë. Personat që kemi rreth rrotën në ambient pak a shumë të gjithë po na testojnë. Kjo nuk do të thënë se është diçka që duhet të reagojmë ose diçka që mund të bëjmë ndonjë gjë, përkundërse thjesht duhet ta durojmë që të kalojë, sepse vërtet që nuk kemi zgjidhje në këto momente. Ndërkohë që nëse ne durojmë dhe marrim masa që puna jonë, ajo çfarë kemi bërë pra, nuk dëmtohet, atëherë përkundërse këta persona thjesht do të vazhdojnë që të flasin, ndërkohë që ne do vazhdojmë rrugën përpara. Ndikimi më i madh pozitiv për mendimin tim tek shenja gafores në këto momente është pavarësisht të gjitha këtyre pengesave dhe individëve të cilët janë të pakëndshëm në këto momente, ka një avancim vërtet shumë të madh në karrierë. Ka një rritje kolosale në karrierë sepse ka një përgjegjësi shumë të madhe ndaj asaj që duhet të bëjë. Qëllimi që ka në jetë ka shumë të qartë dhe vepron në bazë të kësaj. Prandaj nëse jemi të kujdesshëm në lidhje me trupin, pra atë çfarë konsumojmë dhe çfarë nuk konsumojmë, detyrimisht e kemi më të thjeshtë. Në këto momente shenja gafores me një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, vërtet shumë të madhe, do të këshilloj që të socializoheni sa më tepër që të jetë mundur që të rikthehen tek shoqëritë e vjetra, të kontaktoni njerëz që keni kohë që se keni kontaktuar, do të këshilloj me ngul. Dhe pak më tepër, duke qenë se do të kemi një hënë të re tek shenja e dimrit, për shenjën e gafores kjo do të thënë vërtet fokusimi tek ëndrat, realizimi i qëllimeve që ne kemi. Do të thënë në një farë mënyrë realizimin potencialit tonë të plot. Prandaj është një javë shumë e rëndësishme, pavarësisht se energjia është duke ulur, pavarësisht asaj. Do të këshilloj për këtë arsye që gjithçka ta bëni të programuar, nëse e bëni të programuar, detyrimisht edhe nëse energjia është duke ulur, mund edhe ta përdorni. Mund të anashkalojmë me të problemet në momente të caktuara. Okej. Shenja e luanit. Në këto momente, shenja e luanit është duke perceptuar se çfarë duhet të bëj. Sidomos në lidhje me karrierën, për të qenë një person i cili ka një farë autoriteti në karrierë tek puna e tij. Një ndikim i madh pozitiv, më duhet të them, sepse përdor intuitën në mënyrë ideale në këto momente, madje merr një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi, njerëzit që kemi rreth rrotës, pothuajse të gjithë, familja, partnerë etj. Etj. Pothuajse nga të gjithë marrin një ndihmë shumë të madhe. Kemi ndikime shumë të rëndësishme në këto momente të gjitha shenjat e zjarrit, sepse kemi shumë vendosje tek shenja e dashit. Më rëndësishme për ju është fokusimi tek pengesat, fokusimi tek kushtëzimet. Këtu gjatë kësaj jave do të kemi rikthime të gjitha tematikave që mendonim se i kishim mbyllur në mars. Kishim një hënë të re në mars, në fund të marsit, e cila ndikonte drejt për së drejtit e pikërisht kjo tema, kushtëzimet që ne kemi. I ripam edhe një herë në, le të themi, besimet tona, se çfarë edukimi duhet të merrnim etj. Ndërkohë që gjatë kësaj jave të gjitha këto tema rikthehen edhe një herë dhe i hedhim edhe një sy tjetër sipër. Në të vërtetë është diçka që mund të bëhet pak e lodhshme, sepse mund të kemi dalin sipërfaqe përsëri të disa probleme që mendonin që i kishim mbyllur, sidomos në lidhje me edukimin ose për të dalë jashtë shtetit, për shembull. Do rishikojmë edhe një herë, duam apo s'duam që të shkojmë jashtë shtetit, duam apo s'duam që të jetojmë brenda vendit tonë. Disa raste mund të kemi edhe disa oferta nga punë që janë në qytete të tjera, për shembull, sepse jo gjithmonë në shtetit. Prandaj dhe shenja e luanit gjatë gjithë kësaj jave do të jetë pak a shumë më dyshje se çfarë do të bëj. Në të vërtetë përfundimi shumë pozitiv. Mënyra se si mund ta bëni më mirë këtë është të dëgjoni intuitën tuaj, sepse në këto momente është vërtet shumë efikase. Personat të cilët pak a shumë ju kanë penguar gjatë kësaj jave bëhen pak a shumë të padukshëm, ose sistemi ja u heq nga jeta juaj sepse keni shumë gjëra që po ndodhen dhe nuk duhet të pengoheni. Pra merrni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi në këto momente. Ndërkohë që
këshilla ime do të ishte që të mos harroni që të argëtoheni, sepse duke qenë se do të jenë shumë serioze gjithsej jave, kjo është diçka që mund ta harroni dhe detyrimisht ajo energji që keni, pasioni që keni për jetën, automatikisht ulet. Ju jeni person të cilët duhet të keni të argëtoheni vazhdimisht. Duhet të keni kreativitet, harmoni ose më të themi argëtim, gaz, harre në jetën tuaj, duhet ta keni vazhdimisht këtë gjë. Duhet të ndodhet diku aty, domethënë. Prandaj mos harroni patjetër që të bëni këtë në mënyrë që këtë javë të përdorni në maksimum. Fokusi kryesor, këshilla ime do të ishte që të jetë tek karriera dhe tek trajnimet, nëse keni mundësi të bëni gjatë kësaj jave, pra nëse keni të planifikuar diçka tjetër edhe më mirë. Ndërkohë që për sa përket daljes së shtetit, do ta këshilloj më tepër gjatë kësaj fundjavë, jo javës në vazhdim, sepse java në vazhdim do të kemi disa vendose të cilat nëse dilni jashtë shtetit mund të haseni me problem ose me një tjetër, për shembull tek puna do t'ju duhet që ta prisni shkurt udhëtimin edhe tjetër. Pra nuk do e shihoni ashtu siç duhet. Kjo është çfarë mundon të them. Ndërkohë që nëse bëni çështja fundjavë është komplet e kundërta, dita e diel, pra data 10 është shumë pozitive, mund të bëni çfarë doni ju. Shenja e Virgjëreshës. Kur kemi një hënë të re, tek shenja e Demit, siç do ta kemi këtë fundjavë, shenja e Virgjëreshës ndikohet në mënyrë kolosale. Këtu sepse percepton botën në mënyrë komplet të re, paga shumë ajo fryma e pesimizmit që mund të ketë penguar deri në këto momente që të veproni për gjëra të caktuara, projekte që keni në lidhje me jetën, trajnime, për çdo gjë paga shumë. Gjatë kësaj hëne të re, ju detyron që të rishikoni pse e keni penguar veten tuaj, cili është kushtëzimi vërtet dhe nga ka ardhur. Për këtë arsye, keni mundësi vërtet shumë të mëdha që t'i hiqni këto lloj pengesësh nga jeta juaj. Sidomos kushtëzime ose fanatizme që kanë të bëjnë në lidhje me besime të ndryshme që ju janë implementuar që nga familjaria juaj, arrin që t'i perceptoni shumë mirë, ashtu siç janë pra. Thjesht imponime. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv gjatë gjithë javës në vazhdim, sepse Jupiteri do të jetë në kënd pozitiv me Mërkurin. Mërkuri është drejtuesi juaj dhe në këto momente është i vendosur tek shenja e Demit. Kur Mërkuri është i vendosur tek shenja e Demit, për ju domethënë një ndikim shumë i madh pozitiv sepse keni rregull, rend në jetën tuaj. Krijohet një mënyrë jetese e cila është shumë e përshtatshme për ju, ose më them që e kuptoni mirë. Prandaj dhe kur ka një kënd pozitive nga Jupiteri, kjo shtohet edhe më tepër. Pak më tepër që keni një frymë të re e cila vjen edhe nëpërmjet shoqërisë. Prandaj edhe nëse keni ftesa për të dalë jashtë nga shtëpia, për të dalë domethënë për të argëtuar, do të këshilloj me ngushtë ta bëni. Nëse ftoheni në organizata të ndryshme ose në organizime të ndryshme, koncerte etj, çfarë do lloj gjësh të jetë, do të këshilloj edhe këto që ti pranonit. Në të vërtetë shenja e Virgjëreshës në këto momente ndikimin më të madh e ka tek karriera, por kjo është diçka që po ndërtohet shumë gradualisht, pra nuk mund ta bëni menjëherë. Në mënyrë që ta bëni këtë, duhet të jetë rrethi social njëri i shëndetshëm, duhet të jeni ju persona të cilët jeni të gatshëm që të pranoni këto gjëra të reja që po vijnë në këto momente në jetën tuaj. Në momentin që e bëni këtë, pra e lini universin që të punojë për ju, pra nuk e sforconi, keni mundësi vërtet shumë të mëdha që të krijoni një stabilitet shumë të madh ekonomik. Kjo është edhe pika ku po punohet në të vërtetë, sepse fokusi kryesor këtu është të rriteni në karrierë në mënyrë që të keni një stabilitet ekonomik, që të mund të ndërtoni ose të ndryshoni komplet jetën tuaj në bazë të asaj që ju duhet jeni. Pra, arrini vërtet potencialin maksimal në këtë jetë, po e them në këtë mënyrë. Marrëdhëniet sentimentale në këtë moment për shenjën e Virgjëreshës janë shumë të favorizuara, duke qenë se kemi një pasion shumë të lartë, sidomos në lidhjet afatgjata. Ndërkohë që për personat të cilët nuk janë brenda një lidhje, e shikojnë jetën e tyre ose veten e tyre me një frymë të re. Kjo do të jetë e vlefshme për komplet javës në vazhdim, sepse do të fillojmë me hënën të vendosur tek shenja e Peshqve, prandaj dhe perceptimi për lidhjet sentimentale për ju ndryshon për mirë, më të themi. Duke qenë se kemi pastrimin e problemeve në lidhje me çështje sentimentale, në përgjithësi, tek të gjithë ne, ju prekeni edhe më tepër, ndikojnë edhe më tepër në këtë rast pozitivisht, duke qenë se kemi këndë pozitive të cilat ju ndikojnë edhe juve. Shenja e Peshorës. Në këto momente shenja e Peshorës është një nga shenjat e mia të preferuara, më duhet të analizoj. Ndikimet që keni domethënë janë vërtet shumë pozitive.
Nuk mund të them që gjithçka është fushmëlurve sepse asnjëherë nuk është gjithmonë kemi sfida dhe probleme në jetën tonë, por vërtet që në këto momente ndikimet i keni pozitive. Një në radhë të parë, mënyrë se si e perceptoni botën, mundësitë që hynë në jetën tuaj, si për të trajnuar, si për të krijuar një rrjet social të ri, po ashtu njerëz të rinj që hynë në jetën tuaj në këto momente ju shtyn pak a shumë drejt pozicioneve shumë më të larta në lidhje me karrierën. Për këtë arsye bin më tepër në sy hëna e re e cila do të jetë tek shenja e demit, për ju do të thënë mbyllje e cikleve karmike, në të vërtetë sepse i përkon te shtëpia e karmës, por kjo nuk do të thënë se është një ndikim i cili është shumë i lodhshëm. Arsye e kësaj është se në këto momente Venusi që është drejtuesi i shenjës së demit dhe juaj në të njëjtën kohë është vendosur tek shenja e binjakëve. Prandaj dhe perceptoni botën në mënyrë shumë të gjerë, ashtu siç është në të vërtetë. Dhe pak më tepër merr një ndihmë shumë të madhe edhe nga universi. Lidhja sentimentale në këto momente kanë fituar një frymë të re. Jeni shumë më tepër praktik në përqasjen karshi tyre, sidomos lidhjet afatgjata të cilat kanë një kohë shumë mbi një vit pra që ekzistojnë, por ju janë pak a shumë burim edhe morali, mund të bëjmë burim edhe force në disa raste. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv në lidhje me karrierën siç e thash, sepse kemi mbështetje vërtet shumë të madhe. Në këto momente Urani është i vendosur tek shenja e binjakëve, ka kaluar tashmë dhe do të qëndrojë këtu për një periudhë të gjatë, por sidomos në këto momente, madje duke filluar që nga dita e diellit tutje, do të arrini që ta përdorni mendjen tuaj në mënyrë shumë ndryshe. Në këto momente, të gjitha edukimet ose më themi trajnimet, daljet e shtetit tjerë të gjitha këto jo këshilloj sepse mund të bëhen mënyra të reja për të prezantuar me njerëz të rinj, të cilët në të vërtetë ju mbështesin shumë. Mbështetja më e madhe në këto momente është drejt karrierës, prandaj domosdoshmërisht domethënë gjithë personi në një farë mënyrë i shtyn drejt asaj. Marrëdhëniet familjare. Këtë duhet ta lija pak për në fund. Në këto momente marrëdhëniet familjare marrin një formë të re. Nuk është më forma që keni njohur deri tani. Nëse për shembull jeni sakrifikuar shumë për të mbajtur një farë balance brenda shtëpisë banesës me familjarët tuaj, ose me familjarët e partnerit ose partneres tuaj, gjatë kësaj jave filloni dhe shikoni se cilat janë ato qesat domethënë për ta ndryshuar këtë dinamikë në diçka më funksionale ose më të shëndetshme. Prandaj dhe keni mundësi që mos harxhoni kaq shumë energji sa keni harxhuar deri në këtë moment për të mirëmbajtur ato. Edhe kjo është ndikim pozitiv. Për mendimin tim, përse domosht shenja e peshorës në këtë moment ka ndikime më të bukura, domethënë sepse vërtet në çdo aspekt i jetës pothuajse ndikohet. Dhe ndikimet në përgjithësi ka pozitive sepse gjen zgjidhje dhe për gjëra që nuk kishte menduar që ishin aty, që ishin probleme. Në lidhje me shëndetin, këtë më duhet të them po, është e rëndësishme. Në lidhje me shëndetin në këto momente kemi ndikime, por në përgjithësi janë pozitive. Gjeni zgjidhje të problemeve, sidomos ato që kanë të bëjnë me rrugët seksuale. Kanë pasur një ndikim shumë të madh nga eklipsi i hënës që ishte në shtator. Dhe në këto momente gjejmë zgjidhje përfundimtare. Prandaj 3 javë do të këshilloj me ngum që ta përdorni. Vërtet, shkoni te doktori nëse keni teste ose analiza që keni lënë pas dorë, domethënë se keni bërë, shkoni patjetër dhe bëjnë. Shenja e akrepit. Atëherë do të kemi një hënë të re tek shenja e demit që është përballë me ju, prandaj ju jeni një ndër shenja që ndikojnë më tepër. Kjo hënë e re për fat të mirë do të jetë në kënd pozitiv me Plutonin, edhe pse të largët po të jetë në kënd pozitiv me Plutonin që është drejtuesi juaj. Pse po them për fat të mirë, sepse në këto momente Plutoni është në retrograd. Kur Plutoni kalon në retrograd, shenja e akrepit automatikisht ndikohet, energjia ndryshon. Fillojmë të rishikojmë të gjitha vendimet që kemi marrë. Gjatë kësaj jave nuk do të jetë ndryshe, madje mund të jetë kulmimi i kësaj sistematike. Bëhemi shumë dyshues në gjithçka që kemi retroto. Kjo nuk do të thënë se është diçka negative, do të thënë që është e lodhshme, është vërtet shumë e lodhshme. Pak më tepër që do të kemi edhe takimin e Marsit me Chironin tek shenja e Dashit. Dhe kjo për shenjën e akrepit do të thënë vërtet ndikim tek shëndeti fizik. Jetë e përditshme dalë në skenë të personave problematik tek ambienti jon i punës. Për këtë arsye, personat të rinj që keni njohur këto kohë të fundit që nuk keni shumë të sigurt tek vendi i punës, kolegët tuaj ose në jetën e përditshme në një farë mënyrë, qoftë edhe tek vendi ku shkoni shpesh, pini kafe,
do të këshilloja që të mos krijoni miqësi ose shoqëri shumë shpejt, domethënë të qëndroni pak më tepër larg ose të mbani pak distancë, pra një distancë të shëndetshme derisa të njihni mirë këta persona. Kjo është një masë shumë e rëndësishme që duhet të merrni në këto momente sepse keni tendencën që gjëra toksike të tërheqin shumë në jetën tuaj. Duke qenë se Plutoni është duke sapo u kthye mbrapsht, e kemi këtë si mundësi, domethënë që të tërheqim mbrapsht gjithçka toksike që mezi e lam mbrapa. Prandaj që të jemi të vëmendshëm kundrejt gjithçka e gjithkujt ka rëndësi, sidomos personave të rinj pra. Përsa i përket çështjeve sentimentale, në këtë moment shenja e Akrepit ka një frymëzim shumë të madh. Është i dashuruar me dashurinë në përgjithësi, prandaj edhe kjo mund ta shtyjë në disa momente në gabime. Kjo është edhe arsye që thash, domethënë njerëz të rinj në këto momente mundon të qëndrojnë pak më tepër distancë të shëndetshme gjithmonë, sepse në këto momente duhet të fokusohemi tek marrëdhëniet familjare dhe tek karriera jonë. Për shembull, Akrepi këto janë dy temat më shumë të rëndësishme në këto momente. Marrëdhëniet familjare në këto momente mund nëse janë të sforcuara, sidomos nëse kanë kryer probleme edhe brenda familjes, edhe me partnerët tanë, për gjithë ata që janë të martuar sidomos. Kjo është një javë ideale për të kuptuar se nga buron gjithë ky negativitet, domethënë detyrimisht të gjejmë zgjidhje. Është një javë ku mund të vendosim edhe të ndryshojmë karrierën, ku mund të vendosim të ndryshojmë edhe vendin ku punojmë, në disa raste mënyrën se si punojmë, ose ndryshime në mënyrën tonë të jetesës, pra nëse kemi jetuar thjesht për të punuar, tashmë fokusohemi edhe tek jeta jonë, domethënë. Kjo është ndikim pozitiv në të vërtetë. Mund të bëhet pak i lodhshëm gjatë kësaj jave sepse si thash kemi shumë ndikime në fushat shumë të rëndësishme me themel të fortë pra në jetën tonë, siç është familja dhe partneritet dhe karriera. Prandaj që të jemi të vëmendshëm ka rëndësi. Ndërkohë që hëna e re detyrimisht do të prek marrëdhënie sentimentale, sidomos lidhjet e afërta, partneritet do të prek për të shumë. Dita e Mërkurë është një ditë në të cilën lidhjet të cilat nuk janë funksionale ose lidhjet të cilat pak a shumë komunikimi nuk është i shëndetshëm mund të mbaren kështu si papritur. Është një ditë shumë e çuditshme në lidhje me këtë temë për shenjën e Akrepit. Domethënë pa arritur të hëna e re, domethënë ditën e Mërkurë këto siç ndodhi nuk u mor vesh, nuk folëm më, domethënë mund të jetë diçka e tillë. Prandaj vërtet që do të këshilloj që këtë javë të jeni të vëmendshëm. Nëse keni diçka për ta thënë thuaj, sepse mund të jetë momenti i fundit për ta bërë këtë. Shenja e Shëgjetarit, për shenjën e Shëgjetarit ndikimi është ka një ndikim shumë pozitiv, po e them që në fillim sepse më pëlqeu, e thash edhe sot kur ishte Top Channel. Për shenjën e Shëgjetarit kemi shërimin e traumave që na kanë ngelur nga lidhjet e shkuarës. Nga lidhjet sentimentale më tepër, por edhe nga lidhjet në përgjithësi, marrëdhëniet problematike që mund të kenë për shembull edhe nga me prindrit tanë për shembull, dhe ato pak a shumë shërohen. Sikur zmadhohen, na dhembin shumë mirë se fillim, por pastaj shërohen. Prandaj dita e njëjtë sidomos mund të jetë një ditë që mund të kemi disa dhimbje në lidhje me këtë tematikë, por pas kësaj fillim të kuptojmë domethënë se pse ka ndodhur këto si çështje. Kemi një sqarim shumë të madh, domethënë brenda vetes tonë. Kemi mbylljen e disa tematikave të cilat deri në këtë moment mund të kenë qenë pak a shumë si ai një plagë e cila vazhdimisht rritet gjatë, domethënë që na pengonte që ta vëmë testin përpara. Që na bënte vazhdimisht ta bënim kohën mbrapa, domethënë. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv edhe në lidhje me vendin tonë të punës. Me persona të cilat deri në këto momente për shkak nuk e dim se ku qëndronim me kolegët tanë. Mund të marrë një ndim shumë të madh edhe nga persona të cilët pak a shumë sapo i kemi njohur, sapo në jetën tonë. Dhe këta persona në përgjithësi na ndihmojnë që ne të gjejmë rrugën tonë. Në këto momente shenja e Shëgjetarit ndikime më të mëdha i ka për të ndryshuar konceptin që ka për jetën dhe për veten në përgjithësi. Duke qenë se Urani kaloi tek shenja e binjakëve, ky ka një riperceptim komplet të gjitha marrëdhënieve që ka, edhe si me veten, por ashtu edhe me jetën, me botën, me njerëzit, domethënë. Është një ndikim më madh pozitiv për mendimin tim se ky riperceptim i ri është i shëndetshëm, por derisa të bëhet kjo mund të bëhet pak e lodhshme. Gjithsesi, pas ditës së njëjtë, kjo është një ndikim domethënë është shumë i armë i zbutur, pak më tepër që edhe Mërkuri ditën e diel do të kalojë tek shenja e binjakëve dhe do të jetë përballë me ju pra. Kur Mërkuri kalon tek shenja e binjakëve, për shenjën e Shëgjetarit është një ndikim i madh pozitiv, sepse arrin që ta kuptoj, ta perceptoj shumë mirë, domethënë edhe nëse ekziston një problem të gjej zgjidhje saj. Marrëdhëniet që kemi në këto momente me punën, me karrierën, ndryshojnë.
sepse ndryshoni komplet ju, prandaj si rrjedhoj çdo gjë në këtë moment e merr një formë të re. Për mendimin tim kjo është një javë shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive, pavarësisht gjitha problemeve që mund të ndodhin për të gjitha shenjave dhe për gjithë ne domethënë. Por për shëndet shqiptarët ka ndikime shumë të mëdha pozitive dhe shëruese që më pëlqejnë të vërtet. Okej. Shenja e bërcjapit. Atëherë, do të kemi një hënë të re tek shenja e demit. Kjo periudhë do me thënë fillimet të reja. Mbyllja e një cikli, ose më themi një periudhe ku ju nuk keni gjetur gjuhë të përbashkët me personat të cilët keni pasur ndjenja. Mbyllja e një periudhe e cila për shembull nuk keni pasur mundësi që të filloni një projekt, i cili në këto momente keni mundësi që ta filloni dhe madje të keni të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Sepse në këto momente shenja e bërcjapit është duke krijuar të ardhur materiale, si më themi stabilitet ekonomik. Kjo vjen si rrjedhoj gjithë investimit dhe gjithë punës që keni bërë deri në këto momente, pra nuk vjen ashtu kot, por filloni dhe shikoni rezultate konkrete në këto momente. Në lidhje me fëmijët ka një ndikim shumë të madh pozitiv, mbyllja e një periudhe në të cilën mund të keni pasur probleme në lidhje me shëndetin e fëmijëve tuaj, ose për gjithë ata që nuk kanë fëmijë, mund të bëhen me fëmijë, pra mund të kemi fillimin e shtatzanive, sepse hanere kjo do më thënë fillimi diçka të re në përgjithësi në lidhje me ju, do të jetë në lidhje me fëmijët. Ndërkohë që një ndikim shumë më pozitiv në këto momente vjen për sa përket marrëdhënieve që keni me kolegët në vendin tuaj të punës dhe me karrierën në përgjithësi, filloni të bini më tepër në sy. Fal punës që keni bërë për përsëris, po bini më tepër në sy sepse gjeni një mbështetje shumë të madhe dhe mbi të gjitha edhe ju dini se kujt ja jepni. Arrini që të piketoni shumë mirë për këta persona. Në lidhje me shëndetin jemi të ndikuar të gjithë ato që përmenda në fillim do të këshilloj që të dëgjonte edhe një herë, por për ju kemi një ndikim shumë të madh në këto momente sepse kemi të prekur mushkrit. Sidomos kjo hënë e re që do të ndikojë edhe më tepër këtë si gjë, dhe mund të preket shumë edhe lëkura. Ata që kanë probleme automatikisht me lëkurën mund ta ndjejnë, domethënë për shembull çfarë janë, rozaça ose të tjerë probleme që kanë të bëjnë me këtë. Prandaj, nëse keni probleme të tilla, që keni kronike, domethënë duhet jeni edhe më të vëmendshëm në këto momente. Problemet që kemi me familjarët, këtu bëhet fjalë më tepër me prindërit tanë, gjatë ditës së enjte, të premte dhe të shtunë mund të zmadhohen dhe më tepër, pra duke filluar nga data 14, 15 dhe 16 maj, mund të zmadhohen edhe më tepër, janë 3 ditë që mund bëhen shumë problematike në lidhje me këtë tema. Do t'ju këshilloj që të mos reagoni, të shikoni, thjesht të vërejtoni situatën se çfarë po ndodh dhe të merrni vendime javën që vjen, ose mundësisht, domethënë t'i lini njerëz të tjerë që të vendosin për veten e tyre, të mos imponoheni domethënë tek ata, ndërkohë që vendime që i keni për të marrë ju vetë, sepse po kërkohen për jush, do t'ju këshilloja përpërsisht që t'i merrni javën që vjen me shumë kujdes, sepse mund të prishni vërtet shumë punë vetes tuaj. Shenja e ujorit, pavarësisht se Plutoni është në retrograd, të po i them shumë shpesh, por pavarësisht se Plutoni është në retrograd, shenja e ujorit ndikohet pozitivisht. Plutoni është vendosur në këto momente tek shenja juaj, ndikimi për këtë arsye kemi rikthimin e disa tematikave problematike në disa raste mundësive, kemi rishqyrtimin më të themi, e gjithçka që ka ndodhur deri në këto momente në jetën tuaj. Madje mund të hapen edhe tema që mendoni se kanë qenë të mbyllura, që ekzistonin që nga nëntori vitit 2024, pra më të vjetra se një vit, pra një vit e gjysmë. Është shumë e rëndësishme për ju, sepse kemi dalin në skenë të gjithçkaje, pothuajse. Po riperceptoni edhe një herë, çfarë keni bërë, çfarë s'keni bërë, pse e keni bërë si qysh tek të gjitha. Prandaj dhe kemi riperceptimin komplet të vetes tuaj si individ dhe të jetës që po bëni. Fal kësaj gjeni komplet rrugën tuaj, domethënë është një ndikim shumë më pozitiv. Përpërsisht, pavarësisht se Plutoni është në retrograd, pavarësisht se ndodhin gjitha këto, por është një ndikim shumë më pozitiv. Kemi tashmë gradualisht, dielli do të fillojë që të bëjë një kënd pozitiv edhe me Plutoni që është i vendosur tek shenja juaj, prandaj dhe të gjitha problemet që dalin ju vijnë bashkë me zgjidhjen, domethënë. Mjafton që
të qetë dhe keni mundësi që të përdorni për të gjitha këto. Ndikimi më i madh pozitiv në këto momente vjen në lidhje me çështje sentimentale, krijimin e familjes, më mirë të themi, ose të çiftit, që jeni një çift shumë të shëndetshëm. Pra mund të gjeni personin tuaj. Ky ndikim vjen me mbështetjen edhe të familjarëve tuaj, vjen me mbështetjen edhe të shoqërisë tuaj. Prandaj dhe pak a shumë nuk është se keni probleme në lidhje me këto tematika. Si rrjedhoj, nëse është një person që është problematik ose që ka probleme me familjen tuaj sidomos, do të këshilloj që ta rishikoni. Ka një arsye, domethënë. Ose nuk është ai i përshtatshëm për ju, ose mund të jetë ketë keq kuptime pra. Se çfarë janë këto keq kuptime, dhe nëse mund të zgjidhen, nëse jeni apo jeni të përbashkët, jeni më tash mundeni ta kuptoni. Ndërkohë në lidhje me karrierën dhe stabilitetin ekonomik në këto momente, për shenjën e ujorit kemi ndikime të mëdha pozitive. Hëna do të jetë tek shenja e peshqve ditën e hënë, pra java do të fillojë aty, pak më tepër që kemi disa vendosje dhe disa kënde që e mbështesin të ardhurët material. Investimet që keni bërë deri në këto momente, filloni të shikoni me një sy tjetër. Nëse nuk kanë funksionuar, gjeni rrugë tjera për t'i bërë, domethënë. Por kemi edhe mundësi të shumta, sepse kemi një vlerësim ndryshe tashmë të gjithçkaje, si rrjedhoj keni edhe mundësi shumë të mëdha për të kryer stabilitet ekonomik në këto momente. Këshilla ime do të ishte që të fokusoheshin më tepër për të përdorur teknologjinë në çfarë do lloj pune që jeni, sepse kjo është një nga kushtet që kanë shenja ujore në këto momente. Për të përdorur kreativitetin bashkë me teknologjinë ka rëndësi. AI ndoshta mund të përdor, por nuk është thjesht ajo. Shenja peshqve, hëna fillon, java fillon me hënat vendosur tek shenja juaj. Kjo vendosje është shumë pozitive, sidomos këtë javë, domethënë shumë pozitive sepse do të ketë një kënd pozitiv me një asteroid, që quhet Hygiea, që do thotë domethënë shërimi i plagëve tona, sidomos plagëve fizike. Prandaj dhe për ju kemi në këto momente mundësi shumë të mëdha që probleme që keni me shëndetin ose probleme që keni fizike në ambientin tuaj ku jetoni, domethënë të gjeni zgjidhje shumë të thjeshta. Kemi mundësi për të rishikuar edhe një herë të gjithë njerëzit që kemi rreth rrotull. Pak a shumë sistemi, Zoti na ndihmon në këto momente që të kuptojmë të vërtetën. Kemi një farë drejtësie hyjnore për këtë arsye. Mbi të gjitha do të kemi edhe një kënd pozitiv midis Jupiterit që është i vendosur tek shtëpia juaj e fatit, me diellin që është i vendosur tek shtëpia juaj e komunikimit. Prandaj dhe nëpërmjet fjalës vazhdoni që të mund të tërhiqni në jetën tuaj gjithçka që ju dëshironi. Ndikimi më i madh pozitiv në këto momente për shenjën e peshqve është futja në jetën tuaj e individëve të cilët ju ndihmojnë që të gjeni veten tuaj, që të ndjeni mirë, që të keni mbështetjen që dëshironi ose që meritoni. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në lidhje me karrierën, sepse në këto momente ju duhet që të gjeni jetën ku ndjeni mirë, që është komplet ajo esenca juaj, pra e shprehur në ambient. Prandaj edhe karriera detyrimisht është detyruar të ndryshojë. Mund të kemi ndryshime të vendit ku jetoni. Kjo nuk do të thonë patjetër që zhvendosen në një vend tjetër, do të thonë që keni një nevojë të brendshme që të ndryshoni ambientin ku jetoni. Prandaj, nëse dëshironi që të blini diçka të re për shtëpinë, do t'ju këshilloj. Nëse dëshironi që të udhëtoni, do t'ju këshilloj edhe këtë. Jemi në një periudhë ku shenja e peshqve gjithçka që bën i bën mirë. Mjafton që të jetë e përshtatshme me anën tuaj pozitive, pra diçka që bën të ndjeni mirë. Nëse diçka nuk ju bën të ndjeni mirë, ju bën e sforconi, pra thjesht për ta mbajtur në jetën tuaj, vërtet që në këto momente ju dëmton. Por nëse diçka ju ngre moralin, ju bën të ndjeni të lumtur, bëjeni, sepse pas asaj mund të keni edhe mundësi të tjera që nuk as i kishit menduar ndonjëherë. Në lidhje me shëndetin, siç e thash, kemi një farë shërimi, domethënë. Vjen pak a shumë automatikisht, por duhet jemi edhe ne shumë të kujdesshëm në mënyrë se si përdorim trupin tonë në këto momente, sepse sa na jepin mundësitë, po ashtu dhe nëse nuk dim se si të përdorim, këto mund të kthejmë pak a shumë në helm, sepse janë të tepërta pra. Si rrjedhoj që të jemi aktiv fizikisht ka shumë rëndësi, dhe ana tjetër është që të bëjmë gjëra që ne na bëjnë të ndjehemi të lumtur, të argëtohemi ka shumë rëndësi, prandaj të lëvizim në këto momente. Lëvizje për shembull, si kërcimi, do të shkojmë të kërcejmë të tjerë, ose të kemi të ecim me persona që na bëjnë të ndjehemi mirë, do të ishte edhe më mirë për ne.
Lidhja me dashurinë në këto moment është një peshëve kafat. Çfarë do që ju të dëshon të ndërtoni në këto momente, mund të ndërtoni. Edhe komunikimi është më efikas, pra çfarë thoni e bëni, mund të bëhet domethënë. Nëse keni një person që doni të shprehni ndjenjat tuaja, shprehni. Por më vërtet që në këto momente këshilla ime do të ishte që të fokusoheni për të ndërtuar jetën që ju dëshironi. Pra nëse jeni brenda një lidhje, të bashkëpunoni me partnerin tuaj është e rëndësishme automatikisht, por në vend që të fokusoheni për të krijuar një lidhje të re, këshilla ime do të ishte vërtet që të fokusoheni tek karriera, tek shtëpia, tek këto lloj tematikash. Natë, faleminderit edhe një herë. Mirupafshim.